Zonja Hasan, një ndër vështirësitë ose problematikat e këtyre ditëve, po themi të para të 2026-s, ka qenë moti kryesisht. Pra, ka qenë një mot i keq në gjithë Shqipërinë një herësh. Përmbytje, rrëshqitje dherash, rënje gurësh, akull, ortegje, borë e tjera. Sa ka vënë kjo situatë në vështirësi arrëshën dhe a ka pasur qoftë e para ngërçe në një moment dhe si ka qenë bashkëpunimi dhe me kompanitë e mirëmbajtjes rrugës, sepse unë një kompani, tash unë bles para emisionit të diskutuam, unë nuk i njoh as si pamje ata që e kanë, për shembull, ajo kompania që mirëmban rrethin e Tropojës janë ekselent. Janë më të mirë, janë normal të mirë, janë kompani të mirë. Ne kompanitë e mirëmbajtjes i kena specializuar, siç e cilësova edhe parë, janë specializuar si për situatën dimrore, ashtu edhe për rastet e rreshjeve. Por rastet e rreshjeve të tilla, me periudhë gjatë kohë dhe me intensitet, normalisht që sjellin vështirësi për ramjen e materialeve nga skarpatat, vërshimin e ujrave në rrugë e tjerë. Megjithatë, me menaxhimin e situatës nuk ka se nuk u përballu si situatë nga ana e autoritetit. Ne i dham njoftim kompanive përpara, që duhet ishin të përgatitur për këtë situatë, masi morëm parashikimin e motit, masi morëm se ku do të ishin rreshjet më të shumta, e fillun nga zona Veriut, pastaj kalon tek pjesa e Vlorës, e Gjirokastrës, e Tepelenës dhe dëmët më të mëdha i ka pasur qarku i Gjirokastrës. Sepse këto rënjet e gurëve të vogla, këto zakonisht kompanitë i menaxhojnë mirë, kanë brigadat në terren dhe por në rastet kur ka një rrëshqitje të madhe dhe siç ndodhi për shembull tek shkalla e Zezë, kur deri tash kompania ka larguar 1400 metër kub dhe nga skarpata. Shkalla e Zezë është Gjirokastër Tepelen. Kompania deri sot ka larguar 1400 metër kub dhe prej aty. Dhe sot kalohet me një korsi dhe presim që të qetësohen kushtet, të thahet pak situata e motit e këto dhe të ndërhyjmë me një projekt mirëfill sepse është një zonë pak sensitive. Ndërhyjmë me një projekt mirëfill për situatën. Monitorohet në çdo moment nga kompania. Janë vu sinjalistika provizore, me bashkëpunimin e policisë rrugore në çdo moment ka pas ekipet, stafet policisë aty që i menaxhojnë trafikun. Po kështu kemi pas një rrëshqitje në fshatin Vajs, që duhet ta keni transmetuar dhe ju ndoshta, që janë detyruar me largu edhe banesat nga një rrëshqitje, një kodre, e cila tërhoqi rrëshqitja në Vajs. Po flas për rrëshqitjet që problemet më të mëdha që kemi hasur gjatë kësaj periudhe. Ka qenë një rrëshqitje tek përmet Çarshova. Një rrëshqitje prej 40 metër linear që erdhi agravoi shkoi deri në 50 metër linear. Ndodhi një rrëshqitje gjatë natës, menjëherë me njoftimin që mori kompania e mirëmbajtjes vuri sinjalistikën provizore dhe ndaloi qarkullimin për brenda natës sepse nuk dinim deri ku kishte avancuar rrëshqitja. Dhe për me mbrojtje jetën e përdoruesve të rrugës, tham deri në mes të shohim se çka ka ndodhur me këtë rrëshqitje. Në mes herët u vu një sinjalistik provizore dhe u siguru që të qarkullohet me një korsi. Domethënë këto kanë qenë problemet që më të mëdha gjatë kësaj periudhe, kurse ramja e gurëve, ujrave, pastrimet, kanalet e këto i kemi gjithmonë të vazhdueshëm dhe janë të mirë orientuar kompanitë.